Të paligjshme ka vlerësuar marrëveshjen për transferim të auditorit Ilir Popaj nga Ministria e Bujqësisë në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil. Ky institucion ka marrë vendim për anulimin e kësaj marrëveshje duke konsideruar se nuk janë përmbushur kushtet ligjore për një veprim të tillë, pasi tashmë AUV-i kishte auditor të brendshëm dhe nuk kishte pozitë të lirë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës ka vepruar në kundërshtim me parimet e përgjithshme të menaxhimit të zyrtarëve publik, të përcaktuara në nenin 8 të ligjit për zyrtar publik, në rastin e nënshkrimit të marrëveshjes për transferimin e përkohshëm të nënpunësve civil, e lidhur në mes të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës, lidhur me transferimin e zotrit I.P. për të ushtruar detyra funksionale që lidhen me pozitën e auditorit të brendshëm në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë, nga se ligji material në asnjë anë të tij nuk e ka përcaktuar mundësinë që një pozitë e cila ka titullar apo zyrtar të emëruar të ushtrohet qoftë me zëvendësues, ushtrues detyre apo në pozitën përkatëse të bëhet transferimi. Po ashtu, Këshilli arshytoi se organet e punësimit nuk kanë sjellë prova se ekzistojnë dy pozita të auditorit të brendshëm në AUV. Kolegji I Këshillit konstaton se ankuesja pozitën auditore e brendshme e ushtron në bazë të dispozitave ligjore në fuqi, ndërsa organi I punësimit nuk e ka argumentuar me asnjë provë relevante të provueshme në procedurë administrative, nëse në AUV janë të përcaktuara dy pozita, auditor të brendshëm me akt të brendshëm normativ të rregullimit të strukturës organizative, sikurse organi I punësimit me rastin e dërgimit të provave të lëndës përmes shkresës së datës 29 maj 2025, nuk e ka mbështetur me asnjë provë relevante faktin se ankuesja ka të shqiptuar ndonjë masë disiplinore që ndërlidhet me ushtrimin e detyrave të saj të punës si auditore e brendshme në AUV. Këshilli ka paralajmëruar masa ndaj personave përgjegjës në rast të moszbatimit të vendimit, siç është ndalja 50% të pagës mujore. Por lidhur me vendimin e Këshillit, KOA ka kërkuar përgjigje nga Ministria e Bujqësisë, por nuk ka marrë përgjigje. Nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë kanë thënë se kanë pranuar vendimin e Këshillit dhe është ndërprerë marrëveshja me MBPZR për transferimin e Popajt. KOA në korrik të këtij viti ka raportuar për transferimin e Ilir Popajt në AUV, anise ai figuronte në listën e anëtarëve të Këshillit Drejtues të PDK-s, e që bie ndesh me ligjin për kontroll të brendshëm financiar, I cili ndalon auditorët të jenë pjesë aktive e subjekteve politike. Por Popaj kishte mohuar se është antar I Këshillit Drejtues. Në Ministrinë e Bujqësisë dhe në AUV nuk kanë komentuar lidhur me këtë. Ai ishte transferuar në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës pasi 3 drejtorë të kësaj agjencie kishin shprehur pakënaqësi me punën e auditorës së brendshme. Por KOA mësoi se për 2 prej tyre auditoria e brendshme gjatë auditimit në sektorët e tyre ka gjetur shkelje dhe disa madje janë deponuar në prokurori.